përfaqësuesin e Fincantieri SPA. Buongiorno a tutti. Prendo il privilegio di parlare in italiano. Është privilegjim për të folur në italisht sepse e di që zoti kryeministri njeh shumë mirë gjuhën. Jemi shumë të lumtur sot që po marrim pjesë në këtë event të cilin sapo kemi përfunduar se komentuari është një transformim i një marrëveshjeje të përgjithshme në një iniciativë industriale të vërtetë. Shpeshherë marrëveshjet e përgjithshme janë pak të vështira për të bërë pjesë e industrisë apo për të bërë një realitet i prekshëm, objektiv, fizik. Prandaj kjo është arsyeja e parë e mirë për të qenë për të lumtur. Arsyeja e dytë është se siç sapo kemi diskutuar, ka shumë strategji dhe shumë ambicie pas kësaj marrëveshjeje. Prandaj nuk është vetëm dëshira për të ndjekur një program, por është dëshira për të lëshuar diçka produktive me ambicie. Kemi treguar pak më parë, folëm pak më parë, si karakteristikat europiane është në një fazë rinisje, rivitalizimi dhe sistemi i Fincantierit ka për nevojë dhe vizion për të zhvilluar këtu një produkt i cili mund të jetë një produkt që të shërbejë fillimisht për forcat armatosura të Shqipërisë, por më pas sigurisht dhe të jetë një trampolinë ky lloj programi për një operacion reindustrializimi i kësaj pjese të Europës dhe për të bërë në mënyrë që të kemi një produkt të cilin mund ta përdorojmë në gjithë pjesën e eksportit të Fincantierit afër anijeve të cilat mund të propozojmë që tani, por duke pasur dhe modernizim, konkurrencë, si dhe një ide anije dhe procesi produktiv ndryshe. Prandaj, karakteristikat për Europën, zoti kryeministër duhet përforcuar dhe që kjo pikë të jetë e para në të cilën të shkarkojnë me tokë një vizion të ri se si ndërtohet një anije dhe se si konkurohet në vendet të lindore. Shumë faleminderit fillimisht zotit kryeministër, zotit Dirama, ministrave prezente dhe të gjithë personave të cilët kanë mbështetur dhe do vazhdojnë të mbështesin këtë projekt për të cilin Fincantieri shpreh një përkushtim për ambicie dhe për një periudhë afatgjate.